Përveç se dhunës ju përmendët bullizmin në familje, se ne nisëm pak më herët. Cilat janë disa nga format bullizuese brenda familjes, brenda atyre mureve të shtëpisë, të cilat ndoshta njerëzit nuk i kuptojnë, po i bëjnë dhe ndikojnë. I bëjnë pa kuptuar. Në rastin se një fëmijë ose një adoleshent të thotë që mami nuk jam mirë, nuk mund të shkoj të dal me shokut, më dhëm barku, më dhëm koka, harroj, kam pasur një rast të një vajze 15 vjeçe, e cila nuk e mbante mend mësimin, nuk e mbante mend shkollën, ngatrohej. Pra, ishte shumë në gjendje të rëndë dhe nëna vet më thoshte që kjo njava s'ka për ditë. Pra, në një të gjë, moj zonjë, unë jam nëna e saj dhe ngrihem në mëngjes, shpegon të punët që bënte. Moj zonjë, vajza është e sëmur. Pra, njerëzit mendojnë që sëmundje quhet vetëm kur ti ke një flakë të madhe, ose ke një dhimbje, që duhet shkosh në urgjencë sepse nuk e menaxhon dot. Po jo, sëmundjet psikologjike janë ato më të vështirat. Pa trut e kokës s'ka jetë. Nuk jetohet, merret frymë. Ta prindërit t'i kuptojnë ndonjëherë. Pra duhet ta kuptojnë fëmijën dhe duhet ta pranojnë realitetin. Por kjo ndodh edhe te çiftet e reja, kur një bashkëshort thot, thuaj çfarë do lloj sëmundje, ama që kam problem me trurin, këtë s'ta pranoj. E kemi në dorë vetë, themi ne. E kemi në dorë vetë. Pra, dhe kjo është një tjetër bullizim ti pa e menduar, ose duke i thënë që po shiko motra vëllezrit e tu, të gjithë të arritur, ti mbete të rish mbyllur brenda. Pra ti je dembel, nuk do të dalësh, nuk do të shkosh në punë, nuk do të punosh, gjithkohën thua më dhëm këtu, më dhëm patje, më dhëm këtu. Pra, prindër, na lodhe, të tjera shpreh. Këto janë bullizime që lidhen pikërisht me format e shëndetit. Pa e menduar që ne e shkatrojmë, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se nëna dhe babai dhe familja, në rastin se këta prindër nuk të mbështesin, ku do ta gjesh ti mbështetjen tënde? Por unë do t'ju drejtoj me një mesazh të fuqishëm të gjithëve. Numri më i madh i njerëzve që vinë ankth te unë janë në gradat të dytë dhe të tretë. Pse? Sepse ata kanë vite që vuajnë dhe nuk kanë kërkuar ndihmë. Pra kërkoni ndihmë. Kërkoni, flisni me psikolog. Dhe do t'ju them diçka të rëndësishme. Psikologjia nuk është që si të gjithë profesionet e tjera, që unë vajta te kjo psikologja dhe nuk bëra punë. Psikologjia është bindje. Pra, do ta themi, është bindje. Pra, unë e dëgjoj këtë psikologe dhe them, kjo është psikologja që mua më duhet. Pra, jo gjithmonë, si në të gjitha fushat, edhe psikologjia dhe mjekësia, po edhe të gjitha fushat, ka njerëz suksesshëm, ka njerëz të dështuar, pra ne nuk duhet të rëzohemi. Pse ne vrapojmë për të gjetur një pal pantallona nga një dyqan në një tjetër që ta marrim atë që duam? Ashtu duhet vrapojmë edhe për shëndetin tonë. Absolutisht. Ato format duke i renditur 1, 2, 3, 4 për ta përmbyllur semi në fund të hapësirës, format me të cilat fëmijët shprehin ankthim, por që prindët nuk arrin t'i kuptojmë. Për shembull, disa prej telefonuesve e thanë, më dhëm barku, ose kam frikë të dal, ose me çfarë simptomash janë drejtuar. Shenja e parë është frika. Pra fëmija ri mbyllur, do të ri në errësirë, nuk i pëlqen të dali me shokët, të filloj jetën, sepse duhet të kuptojmë, mosha e fëminis dhe mosha e rinis nuk e din që është smundja, njojnë vetëm lumturin. Kurse këta fëmi shikojnë barë dhe zi, pra kanë frikë nga çdo gjë. Por edhe shenjat në shëndetin fizik, si që janë dhimbja kokës, marrja mendshme, mpirja e gojës, pirja gjuhës, dridhja e duarve, ftoja e këmbëve edhe duarve ekstremeve, tjetër dhimbja stomakut, ca e ra buki fillon t'i dhëmbi stomaku, një diare vazhdueshme. Se ka fëmijë, sidomos fëmijët e shkollës, të cilët ankohen një ditë më përpara ose në mëngjes para se të nisen për në shkollë, pikërisht për këto shenja, më dhëm barku, edhe që të bindin familjen. Për dallimi midis kësaj dhe kësaj është frika. Pra ankthi është frikë. Ky fëmijë thot më dhëm barku, po s'ka frikë. Pra, frika është ajo që dallon një fëmijë nga një fëmijë tjetër, mbyllja në vetvete. Në rastin se fëmia është i mbyllur, nuk do të dalë, ri në vetvete, përsërit të njëjtat gjëra. Pra përsërit. Pra gjithmonë thot, mami, unë kam bërë këtë gabim, e bëra këtë. Gabim, po lëre haroje të kam falur. Ai prapë thot dhe një herë.
po, të kam falur, a i prap e përsërit dhe njëherë, mami, prap më shkon mëndja të kjo. Pra, ri, mami, edhe sa që ndroj, prap atje ka mëndjen, që kam bërë këtë gabim. Ta thot këtë 10 herë, 20 herë, pra të njëjtë të gjë. Unë kam raste të fëmive të cilët unë i pyes, edhe thot, kemi mbaruar. Psikologe, prap më kujtua jo historia që të tregova në fillim. Prap e thash atë, prap atje ka mëndjen, pra përsëri të njëjta gjëra.